Promovimi i monografisë Doktori që i dha jetë lirisë në New York. Të mërkurën e 5 nëntorit 2025, në ambientet e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Kosovës në New York, u zhvillua promovimi i librit monografik Doktori që i dha jetë lirisë, kushtuar dëshmorit Dr. Fahredin Hotit. Ky aktivitet u mbajt në kuadër të diplomacisë kulturore dhe u organizuar në kujdesin personal të ambasadorit Blerim Mreka, duke mbledhur përfaqësues të komunitetit shqiptar, aktivist, biznesmen, artist, shkrimtar e gazetar. Ende pa arritur në tokën e lirë të Shqipërisë, Shemsedini vdiq, afër zhurit, fare pranë kufirit që i ndante shqiptarët në moshën 67 vjeçare. Kështu familja Hoti, me gjakun e 3 brezave, lau tokën e Kosovës, duke u sakrifikuar për lirin e Akdheut. Këta 3 breza simbolizojnë 3 kohë të kaluarën që përfaqësonte babai i mjekut Shemsedin Hoti, të tashmen që i përfaqësonte vetë humanisti doktori Fahredin dhe brezin e ardhmërisë që i përfaqësonte i biri i doktorit Kreshniku. Kështu përfundoi jeta e njeriut dhe humanistit, i cili nuk dinte ta urrej askënd, por tër jetën e vet luftoi kundër vdekjes, luftoi për jetën. Vdekja e hershme e doktor Fahredinit e varfroi mjekësinë tonë në përgjithësi dhe ginekologjinë e këtij rajoni në veçanti. Mungesën e tij e ndjejmë të gjithë ne, në radhë të parë pacientët e këtij rrethi. Vepra dhe puna e palotshme do të mbeten për herë të gjalla në kujtimet tona, si shembull për mjekun e palodhshëm, i cili me fjalë të ëmbla dhe punë të palodhshme shëroi shumë pacient, ndërsa në duart e tij lindën shumë jetë të reja, duke u bërë sinonim i mjekut që i dha jetë lirisë. U rivaros në Krushë të Madhe më 12 gusht 1999, aty ku prehen 206 dëshmorët dhe martirët e Krushës së Madhe. Në atë varrim madhështor morën pjesë mijëra qytetarë të ardhur për nderime nga të gjitha anët e Kosovës. Për guximin, për kushtimin dhe vetmohimin e treguar për lirinë e Kosovës, doktor Fahredin Hoti shpallet dëshmor i kombit, si dhe nderohet me shumë mirënjohje nga institucionet të ndryshme. Disa rrugë mbajnë emrin e tij, ndërsa në shenjë nderimi e respekti për jetën dhe veprën e tij, institucionet e komunës së Rahovecit emrin e doktor Fahredin Hotit ja vun shëndetësisë së kësaj komune. Libri është i shkruar nga Besnik Hoti, djali i dëshmorit, dhe përshkruan jetën dhe veprën e doktor Fahredin Hotit, ginekologut që u shndërrua në simbol të humanizmit dhe sakrificës për lirinë e Kosovës. Në pranverën e vitit 1999, Besniku humbi 3 antarë të familjes brenda 7 ditëve, vëllain 14 vjeçar Kreshnikun, babain 46 vjeçar Fahredinin dhe gjyshin 67 vjeçar Shemsedinin, të vrarë nga forcat serbe dhe i nxitur nga familjar, koleg ushtar të UÇK-s dhe pacient, ai mori nismën për të dokumentuar trashëgiminë e babait. Promovimin e hapi ambasador Blerim Reka, duke vlerësuar familjen adhetare Hoti nga Krusha e Madhe, vendlindja e Ukshin Hotit dhe humanizmin e doktor Fahredinit. Kjo monografi dëshmon drejtsinë e luftës sonë dhe forcës së UÇK-s në mbrojtje të shtëpive tona, theksoi se libri përmban dokumentet të qemtuara nga Besniku, i cili do të botojë dhe veprat e tjera të babait. Por edhe Besniku vazhdon traditën adhetare të familjes Hotit, të familjarit Ukshin Hotit, i cili e dini në kushte cilat ende nuk janë ndryshuar, është ende figuron si i shtuk. Ai është vrarë, por familja e tij, përfshirë Besnikun, nuk kanë mund ta identifikojnë, nuk kanë mund të identifikojnë thjesht. Krusha e Madhe mbetet një nga rajonet, pjesë të Kosovës, me më shumë të viktima gjatë luftës në Kosovë. Prandaj unë konsideroj se libri që e promovojmë sot është edhe një kontribut nga një antar i familjes, me sa dokumente që do t'i prezanton sot Besniku, po edhe disa gjësende që i ka ruajtur të ndjerë nga ndjeri doktorit Fahredin.
unë të ta përfundoj vetëm edhe me një fjali, që ky libër që është vetëm vëllimi i parë, besniku do të vazhdon edhe me vëllime tjera të librit, e ka vetëm një përfi. Se luta shkrimtare ishte e drejtë, ishte legjitime, sepse fundja, ushtarët të UÇK-s, e mbrojtën pragun e shtëpisë, e mbrojtën kufirin tonë. Ata nuk bombarduan Kragujevcin, Beogradin apo Nishin, po ishin të bombarduar nga Serbia. Dhe çka i mbetet tjetër, njeriu ose vetë mbrojtës, ose mbrojtës së pragut, familjes, kombit dhe atëherë. Kështu që përgëzoj Besnik për librin, të shtofshim edhe vëllime tjera, dhe faleminderit që ka ardhur një orë për ta promovuar librin e tij. Zonja Elife Maxhuni Hoti prezantoi folësit. Shkrimtari i shpend Gjocaj lexoi hyrjen e profesor Dr. Nusret Planës, që i cilëson botimin si një obligim ndaj historisë dhe kujtesës kombëtare. Do të thotë është një shumësi rrëfimesh secili më i byrë se tjetri. Jo vetëm për faktin se flasin për ndihmesën e madhe dhe në luftës për liri, por edhe për mënyrën e rrëfimit, për një lloj kronologjie ndjekur nga pjesa e madhe e fytyrësve, duke filluar nga fëmijëria deri te rënia e dëshmorit të kombit Faredin Hoti. Autori Besnik Hoti, të gjithë materialin që ka përfshirë në këtë monografi e ka ndarë në 5 kapituj, duke metuar që të ndjek një lloj strukture të rrëfimit pa marrë parasysh të ashtruar ose jo kronologjia e ngjarjeve. Prandaj lexuesi jo vetëm nuk lodhet duke përcjellë thurinë e këtyre rrëfimeve, por i bëhet sikur për herë mbetet diçka e mangët, diçka e pathënë deri në fund, diçka që sa duket për herë mungon kur shkruhet për dëshmorët e kombit. Ata, e thot historia, janë sjellësit e lirisë së një vendi. Ata, dëshmorët e kombit, bëhen pjesë e kujtesës sonë historike, si në rastin e monografisë e Besnik Hotit, bëhen pjesë edhe e dëshmisë se lufta për lirinë ndonjëherë i merr edhe 3 breza, si ka ndodhur me familjen e dëshmorit Faredin Hoti, të cilit i vritet djali 14 vjeçar, kreshniku, por nga tortura i vdes edhe babai 67 vjeçar Shemsedini. Me tutje në rrëfimet e bashkëluftëtarëve, të bashkëveprimtarëve, të bashkëfshatarëve, janë shpalosur edhe anët karakterologjike të jetës së dëshmorit të kombit Faredin Hoti, dhe përmes ngjarjeve që janë dëshmi e veprimtarisë së tij atëtare. Jeta fizike e dëshmorit të kombit dhe Adeu. Përpara fjalës së autorit u shfaq një montazh fotofilmik për jetën e doktor Faredinit, i përgatitur nga Besnik Hoti, dokumentari disa minutësh ndërthur traditat e familjes Hoti me historinë e Krushës së Madhe, fshati me viktimat më të mëdha gjatë luftës. Ai u lind afër shtëpisë ku lindi edhe plaku i maleve tona Bajram Curri. Aty ku lindi edhe intelektuali e politikologu kombëtar Ukshin Hoti. Pas diplomimit një kohë të gjatë, punoi si mjek i praktikës së përgjithshme në Rahovec e rrethin, duke u treguar gjithmonë i gatshëm për t'u ardhur në ndihmë pacientëve të kësaj ane. Në vitin 1991, kreu specializimin nga ginekologjia me akusheri në Rijek të Kroacisë. Pas kryerjes së specializimit si ginekolog me zell e përkushtim, punoi në Rahovec, Malishev, Prizren dhe Prishtinë. Prania e doktor Faredinit në repartin e ginekologjisë me obstetrik në Prizren nuk shihej me sy të mirë nga pushteti serb. Pas hapjes së lindores nëna në Prishtinë, në kuadër të shoqatës humanitare bamirëse Nëna Terez, doktor Faredini ju bashkangjit ginekologëve të tjerë të Kosovës në punën humanitare për mbrojtjen e shëndetit të nënave dhe të fëmijëve të Kosovës. Njohuritë veta profesionale e shkencore u mësoi edhe brezave të rinj, duke punuar si mosimdhënës pa kurfar kompensimi financiar në shkollën e mesme të mjekësisë, tani doktor Luciano Motroni në Prizren, nga viti shkollor 1993-94 e deri pak ditë para vrasjes. U angazhua në veprimtari të shumta në shoqatën e të gjelbërve, si dhe në shoqatën Mjekët pa kufi. Ishte sportist i pasionuar, por edhe kishte sens të hollë për letërsi artistike. Në dorëshkrim, i ka lënë një mori vjershash e krijimet të tjera letrare
që janë botuar pas vdekjes me titullin Vdekja e një nate, nën përkujdesjen e të birit besnikut. Në planin profesional e shkencor, ishte shumë ambicios. Ka marrë pjesë aktive në shumë tubime shkencore e profesionale, nga lëmi i ginekologjisë me obstetrik, mbajtur në Kosovë, Shqipëri, Kroaci e më gjërë. Kosova gjatë viteve 1998-1999 ishte e kapluar nga zjarri dhe tmerri i luftës. Forcat policore, ushtarake e paramilitare serbe po kryerin vrasje masive dhe masakra e krimet të rënda mbi shqiptarët. Mobilizimi ushtarak për ta mbrojtur tokën anë, si dhe për t'ju dalë në mbrojtje njerëzve, bëri që ushtrisë çlirimtare të Kosovës t'i bashkoheshin edhe shumë burra e gra, dhe secili me mundësitë dhe kapacitetet e veta nuk kursyen asgjë për t'i shërbyer atë dhejut. Doktor Faredini nuk ishte vetëm ginekolog, por ai në kohën e luftës ishte mjek që u kujdes për të gjitha shqetësimet e pacientëve. Kreu punët e pediatrit, kirurgut, internistit dhe të teknikut mjekësor, duke filluar nga Krusha e Mave, Pagarusha, Drenoci, Aqareva, Likoci e shumë vende të tjera të Rahovecit, Prizrenit, Malishevës e Drenicës. Ofronte ndihmë mjekësore në shtëpitë e rënuara të banorëve të këtyre anëve edhe nën flakën e pushkëve. Aty u përball me situata të pazakonta, pasi që për herë të parë e dëgjoi zërin e fëmijëve të lirisë, trashëgimtarëve të së ardhmës, të cilët lindin në tenda plastike dhe në kushte të rënda higjienike. I gëzohej ardhjes në këtë botë të çdo jete të re, me besimin e madh se ata fëmijë ishin fëmijët që do të rriteshin në liri dhe do t'i gëzonin frytet e punës e të luftës së paraardhësve. Besnik Hoti evokoi kujtime të dhimbshme duke prezantuar gjësende të ruajtura si foton e Ukshin Hotit dhe orën e babait të gjetura në portofolin e tij. Me lot në sy, ai kërkoi ndjes për emocionet dhe theksoi lidhjen e brezave përmes historisë. 3 breza ranë në altarin e lirisë, tha ai duke ju referuar vdekjes së kreshnikut Faredinit dhe Shemsedinit. Tim me një thënie që liri nuk na ka parë askush. Por e fitu me gjakun e shumë dëshmorëve dhe të rëndëve për liri. Dhe ne sot së bashku përndërojmë sakrificën e atyre që dhanë gjithçka për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Liria është një nga ato vlerat e çmuar të çdo kombi. Është ideali që përfaqëson aspiratën e popullit për të jetuar në paqe, në dinjitet dhe në kushte të barabarta. Por historia na ka treguar se rruga drejt lirisë është e mbushur me sakrifica dhe vujtje. Një shembull i qartë është lufta e popullit shqiptar të Kosovës, e zhvilluar nën emblemën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila u formua në një kohë kur Kosova ishte nën pushtimin e egër serb. Regjim që përshkaktonte vujtje të mëdha, shkelje masive drejt atë njerëzit. Në këto kushte UÇK-ja doli si një përgjigje e natyrshme dhe më domosdoshme për të mbrojtur të drejtat tona, dinjitetin dhe identitetin tonë kombëtar. Dhe çmimi për lirinë e vendit ishte i lartë dhe kjo vërtetu gjatë luftës. Mijëra luftëtarë rënë dëshmor. Shumë civil humbën jetën e tyre. Familjet e tyre janë shkatërruar. Dhe shumë njerëz u detyruan t'i braktisnin shtëpitë e tyre. Dhe kjo sakrificë e popullit shqiptar të Kosovës ka treguar vendoshmërinë dhe guximin për të arritur me çdo kusht lirinë. Dhe në këtë kontekst ne promovojmë librin Doktorit që dha jetë lirisë, një homazh për doktor Faredinin, njëri nga dëshmorët tanë, ai jo vetëm që ishte mjek i shkëlqyer, por gjithmonë ishte edhe një luftëtar i pahepër për liri dhe drejtësi. Historia e doktorit natyrisht është e lidhur me historinë e Krushës Madhe. Krushja është dëshmitare e përballjes së një populli me një forcë egër barbare kushtuese serbe, që nuk kishte asnjë lloj përfille për jetët njerëzore. Krushian përjetuan gjenocid, dhe ky gjenocid që ende nuk është ndëshkuar, dihet kush e planifikoi, organizoi dhe ekzekutoi. A do të ketë ndonjëherë drejtësi për Krushën e Madhe? Këto nuk mund ta them me saksi, por hakmarrja më e mirë në këtë rast do të ishte drejtësia. Dhe i herë ju faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit ambasador. Hoti ndau certifikata mirinjoje për ambasadorin Reka dhe Joze Përcollaj për mbështetjen financiare. Ne shehemi njëri për kontributin e dhënë në organizimin e promovimit të librit dedikuar dëshmorit të kombit doktor Faredinoti me titullin Dëshmori që i dha jetë lirisë. Ambasador, ju falenderoj. Faleminderit.
Faleminderit. Ite kur e kam diskutuar projektin se si do të realizojmë, e kam taku Jozën dhe ishin të bo muhabet. Po tha ka una financiare se që du t'ja bëjsh, hajte se gjinën rrugët para tash, nuk është problemi. Vetëm ai akti i tij që i nxarr një shumë parë edhe shumë tavolin, pa ja kërku, pa i thënë gjë. Mboni domon për veti dhe sot do ta nderoj edhe Jozef Pecollën që ka dhënë një kontribut financiar për monografinë. Do të vete gjithmonë në zemrat dhe mendjet tona, si një shembull i pakrahasueshëm i angazhimit dhe i humanizmit. Çfarë do që themi për të do të jetë e pamjaftueshme dhe asnjëherë nuk do të mund të gjejmë fjalët e duhura për ta përshkruar personalitetin e tij shumë dimensional. Jeta dhe vepra e tij duhet të shërbejë si shëmbëltyr për të gjithë punëtorët shëndetësor, sepse në veprën që na la trashëgim, na la dhe një mesazh se si duhet të punojmë, luftojmë e përpiqemi për të mirën e përgjithshme. Ju falemnderit të gjithëve për pjesëmarrjen dhe durimin. Në fjalën e rastit në këtë promovim, Diamant Hysenaj, një sipërmarrës nga Gjakova dhe kandidat për në Kongresin Amerikan, e quajti ngjarjen frymëzuese. Frymëzimi buron nga besimi në kaos të madh, tha ai, duke lidhur sakrificën e Dr. Hotit me përpjekjen për përfaqësimin shqiptar në Washington. I think Albanians and Albania as a whole, wherever you are, whether you're in the diaspora here or Macedonia, or you're in Kosovo or Albania or Montenegro, we need to have representation in Washington because we don't have it. And the time is very desperate for our future. And to tell stories like what your father's been through, and Ambassador, your run for president in North Macedonia was inspirational. I'm sure they told you don't do it too when you tried to do it. But it's really important that we bridge a gap between our older generation, my father's generation, and then the younger generation. And I'm trying to build that bridge for us. I want to go to Washington and I want to represent the Albanian community. We are one of the most beautiful and successful communities in the country. There's a couple of 100,000 of us in the Northeast. We are doctors, we are lawyers, we're no longer just pizza men and workers in buildings. We just don't own the buildings now, we also build them. I looked at the problem what we have as a community as Albanians, and the problem we have is we don't have a voice in Washington. We pay a lot of money to senators and congressmen, and we show up to a lot of events and pay a lot of money, and we hope that when the doors in Congress close, they'll mention our name. Our agenda has not moved forward since we've gotten our independence. We're actually regressing, we're not progressing. It's great to be around all of you intellectuals that are working really hard to do what it is that you guys do. I want to be part of it, and I'm coming in as a new voice, new face. 99% of you don't know me, but it's fine. I'm here to introduce myself and let you know that there's a new young guy who's putting my business to the side, risking my life and family and all the time I spend with them to run for public office, to represent all the good causes that your father fought for and died for, and so many others. And there's so many stories, and our stories are very similar. We're immigrants, we came here with nothing, we assimilated, and now we want a seat at the table. It's no longer just about having a congressman, and I know many of them, Congress members, senators, governors, and they're very friendly to our community because we are very generous, and we give money, and we're very polite and respectful to them. I've been to town halls where they get yelled at and screamed at, and anytime they meet with our community, we give them food, we open our doors to them, and we're very kind to them. And the reason I'm here is to say hello. It was really inspirational to hear your story. I didn't know it in the details that you were explaining it, and you're very brave to tell it. So I wanted to say thank you for allowing me to introduce myself. I'm going to be running next November for the midterms in New York 14. We have a very big race ahead of us. I had the campaign started in February 28th of this year, so I started very early. We built a really good ground game and infrastructure. Most of you know, she's sitting there. I want to shout her out. Yes, Anna Moni.
Libri monografik doktori që i dha jetë lirisë me autor Besnik Hotin, ashtu si në Prishtinë e Kroaci, erdhi me promovimin në New York, teksa solli historinë prekse të humbjes së babait të një adoleshentit në atë kohë, që sot ka shkruar këtë libër, që është edhe një apel për drejtësinë për Krushën e Madhe dhe Kosovën e lirë. Monografia doktori që i dha jetë lirisë me autor Besnik Hotin nuk është vetëm homazh, por është dëshmi e gjallë se liria lind nga sakrifica njerëzore. Nga New Yorku, për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alb TV USA, Bekir Sina.